Situata e mortajes tek ruminantet e vegjël në qarkun e Shkodrës vijon të jetë nën kontroll me kufizime të vendosura në kohë për të dy rastet e identifikuara. Përgjegjësi i shërbimit veterinar Mark Preqi bën të ditur se janë zbatuar protokollet përkatëse duke përfshirë izolimin e fermave të prekura dhe ndalimin e lëvizjeve të baktive në zonat e evidentuara me qëllim parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes. Ne vazhdojmë monitorimin sipas programit të gjitha fermave në zonën 30 km. Bëjmë kontrollin e fermave sipas numrit krerëve. Deri tash kemi realizuar, ne kemi për të marrë afërsisht 720 kampione në nivel qarku, deri tash kemi realizuar 414. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe janë kryer mbi 400 kampionime në terren, ku në disa raste analizat kanë rezultuar pozitive. Megjithatë, sipas specialistëve, mungesa e shenjave klinike apo ngordhjeve te kafshët bën që të vijojë të jetë në monitorim edhe pritet të kryhen sërish rikampionime. Duke qenë në sfondi një sëmundje infektive shumë përhapse, ne vazhdojmë monitorimin nëpërmjet kampionimit të gjakut në fermat, domethënë tërësinë në tërë qarkun. Natyrisht ka raste që dalin pozitive, por është një proces tjetër që pastaj mundana që niset rregullisht, pastaj kryen tamponime dhe gjatë këtij procesi eliminojnë edhe rastet, rrugë laboratorike eliminojnë rastet e mundshme. Autoritetet veterinare theksojnë se kontrollet do të vijojnë të jenë intensive, ku edhe gjatë fundjavës tregjet do të jenë të mbyllura për të imtat në Shkodër.